بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ndër vlerat dhe mirësitë e Khadijës, nëna e besimtarëve. Normalisht Khadija radhiyallahu ta'ala anha është e para grua që ka pranuar Islamin. Khadija është e përgëzuar me xhenet nga i madhi Zot nëpërmjet Xhibrilit alayhi salatu wassalam. Pejgamberi sallallahu ka thënë ndër burra janë, si më thënë, përsosur shumë, ndërsa ndër gra 4. Të ka përmend për tyre emrin e Khadijës radhiyallahu ta'ala anha. Është ajo që në momentin më, le të themi, të painterpretueshëm nga ana e pejgamberit alayhi salatu wasalam për sa i përket shpalljes për herë të parë, ishte ajo e cila i dha orientimin, këshillën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. عن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة. Ali radiallahu anhu thotë, kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i cili thoshte, gruaja më e mirë në ummetin e tyre ishte Merjemja, bia e Imranit, ndërkohë që gruaja më e mirë në ummetin tonë është Khadija radiallahu ta'ala anha. Ebu Musa radiallahu anhu tregon se dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kamala min ar-rijali kathirun wa lam yakmul min an-nisa'i illa Asiyatu imra'atu Fir'aun wa Maryam ibnat Imran." وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. Abu Musa radhiyallahu anhu tregon se dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ndër burra janë pjekur dhe përsosur shumë, ndërsa ndër gratë Asia gruaja e Firaunit, bia e kujt si ka pasur baba i Asijës. Baba i Asijës si ka pasur Muzahim. Merjemja bia e Imranit dhe vlera e Aishës ndër gratë është si vlera e mishit në krahasim me ushqimet e tjera. Abu Huraira radhiyallahu anhu thonë se një ditë erdhi Xhibrili tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "Ya Rasulullahi, hadhihi Khadijatu qad atat ma'aha إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب." Abu Huraira radhiyallahu anhu thonë se një ditë erdhi Xhibrili alayhi salam tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "O i dërguari i Allahut, kjo është Khadija, tani do të futet tek ti dhe në dorën e saj ka një enë me ushqim. Prandaj kur të hyj, jepi asaj selam prej Zotit dhe jepi selam prej meje dhe përgëzoje atë me një shtëpi në xhenet që do të jetë me kallama." Bëhet fjalë për kallama perlash, margaritarësh, kallama florini dhe argjenti, jo kallama kashte. Në të nuk do të ketë për të zhurmë, as lodhje, as mundim. Pra, të jetë në kulmin e lumturisë. Nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha thotë: "Ma ghirtu ala ahadin min nisa'i nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma ghirtu ala Khadijata wa ma ra'aytuha." Nëna e besimtarëve Aisha thotë: "Nuk kam pas xhelozi për ndonjërin nga gratë e pejgamberit alayhi salatu wasalam, siç kam pas xhelozi për Khadijën, edhe pse se kisha parë ndonjëherë. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmendte shumë. Ndoshta e therte një dele dhe zgjidhja shpërndante shoqeve të Khadijës. I thojsha unë ndonjëherë:
As ka pas në botë gru tjetër përveç Khadijës? A i thoshte, ka pas, por se me Khadijën në mbas fëmijë. Ka pas, gra tjera, ka pas sigurisht. Ka bota gra tjera përveç Khadijës. Amo me Khadijën kam pas fëmijë. Pra një lloj arsyetimi përpara Aishës për atë që bonte në raport me Khadijën. Kurse hadithi që vjen tani është perë. Aisha radhiyallahu anha tregon vjen Halatu bintu Khuwailid. Hala ose Hale ishte motra Khadijës. Halatu është kuptimi e çelur. Vjen thot motra e Khadijës dhe dëshiron të futet në shtëpinë tonë. Dhe i ra derës, po i binte derës siç i binte Khadijja. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u çu më një herë në këmbë dhe tha: Allahumma hada, o Zot është ajo do të motra Khadijës. Thash Aisha, mundes xhelozia mirë për Khadijën, po tani pas kaq të sekte për motrën e Khadijës. I thash, ajo plaka s'tu ka nda më prej mendjes, plaka Kureshite. Ajo plaka Kureshite me flokë të kuqe e me kështu, si thon, me faqet të ngritura kështu, shëndëkej. Ajo më ka ikur dhe ka ndruar jetë. Allahu ta ka zëvendësuar me dikë që është më e mirë se sa ajo. Pra këtë tregon se Khadija ka pas një vend të veçantë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, domosdoshmë vend të veçantë te Zoti i gjithësisë. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.